Faleminderit shumë që keni ardhur. Kam dalë sepse në komisionin parlamentar që unë drejtoj për turizmin, ka ardhur për shqyrtim projekt ligji për porte turistike në Republikën e Shqipërisë. Ky projekt ligj vjen si ndryshim që kërkon një deputete socialiste, zonja Zamira Asina, që në fakt edhe nga investigimi i mediave, si që ishte i qartë, nuk e ka iden fare se çfarë shkruan ligji dhe thjesht është firmëtarja e një ligji të porositur nga qeveria në kujdesin e Edi Ramës për interesa klienteliste që zonja Asina i ka vënë thjesht firmën. Kjo është një procedurë që e ndjek qeveria her pas here për të shmangur procesin e konsultimit publik, që është detyrim për ligjet që vijnë nga qeveria, i sjell ligjet si iniciativa deputetëve në mënyrë të tillë që të kalojnë më shpejt dhe të shmangin konsultimin publik. Ky ligj paraqet problematikat theksuara kushtetuese, ekonomike, të sigurisë kombëtare, sepse synon në një farë forme dhurimin e porteve turistike për klientët, për oligarkët, me ata që qeveria i ka pagzuar si investitor strategjik. Së pari njëherë portet, edhe kur klasifikohen si turistike, përbëjnë një infrastrukturë kritike kombëtare që lidhet me sovranitetin territorial, me sigurinë detare, me kontrollin kufitar, me zhvillimin ekonomik dhe me menaxhimin e hapësirës bregdetare. Ato janë pjesë e pasurisë publike. Pra të marrësh pasurinë publike dhe ta shndrosh me një të rënë të lapsit në pasuri private, vetëm një qeveri si anti-shqiptare si Edi Ramës mund ta mendojë. Ata, portet, administrohen dhe duhet të udhëhiqen nga parimi i interesit publik maksimal dhe jo nga përjashtime preferenciale sipas lidhjeve që kanë oligarkët me kryeministrin. Së dyti, parimi i konkurrencës lirë dhe i barazisë para ligjit kërkon që edhe në rastet kur vendoset që për një port të caktuar të hidhet në konkurim në garë për të dhënë një privati, kjo duhet jetë një garë e hapur, transparente, duke i dhënë mundësi të gjithë operatorëve që të kenë kushte të barabarta për të marrë pjesë në këtë garë. Pra duhet jetë një garë transparente dhe me procedura konkurruese. Në formën që ata zgjedhin të dhurojnë porte turistike, kufizojnë mundësinë e shtetit për të përzgjedhur ofertën më të mirë ekonomike, ulin transparencën dhe llogaridhënien, rrisin rrezikun për përdorimin jo efikas të pronës publike dhe cënojnë atë që kërkon kushtetuta, lirinë ekonomike të gjithë operatorëve ekonomik. Së treti, në Shqipëri, investitorët strategjik kanë marrë mjaftueshëm lehtësira fiskale, lehtësira administrative, lehtësira ekonomike, sepse ju jepet me procedurë të përshpejtuar, ju jepet asistente administrative, mbështetje infrastrukturore, ju dhurohen plazhe, ju dhurohet tokë, ju dhurohet gjithçka dhe tani të shtohet edhe një element tjetër, siç është një element i pronës publike me rëndësi kombëtare, siç janë portet, thjesht dhe vetëm ndërton një shtet mbi shtetin. Pra krijon këto principatat e vogla vasale që të kujtojnë kohën e sultanateve me sultanin neomodern, ku ata kanë gjithçka nga shteti, kanë edhe portin e tyre privat, kanë detin e privatizojnë, kanë pronën publike, tokën e shqiptarëve dhe në fund të ditës gëzojnë një status të paprekshëm thjesht dhe vetëm nga misia dhe nga lidhja që kanë me kryeministrin. Së katërti ka të bëjë me aspektin e të drejtës europiane dhe angazhimeve që Shqipëria ka marrë në përafrimin me aki komuniter. Standardet e Bashkimit Evropian në fushën qoftë të prokurimit publik, qoftë të koncesionit, qoftë të dhënies me partneritet publik-privat, kërkojnë transparencë, mos diskriminim dhe konkurrencë reale. Nuk kërkojnë përjashtime të gatshme, të cilat dhurojnë pjesën e pronës publike tek një oligark që zgjidhet thjesht me një të rënë të lapsit nga kryeministri. Së pesti, këtu në Shqipëri ndodh diçka e habitshme. Një ligj i përhershëm
nuk mund të ndryshojë duke ju përshtatur një ligjit të përkohshëm. Pse? Sepse ligji i investimeve strategjike gjithë e dinë që është një ligj i përkohshëm. Dhe pse është zgjatur 6 herë, në zgjatjen e fundit që ka, thotë që shkon deri në fund të vitit 2026. Pra një ligj që mbaron deri në fund të vitit 2026, të paktën deri sot që e kemi në fuqi, nuk mund të jetë arsyeja pse të ndryshojë një ligj i përhershëm që lidhet edhe me sigurinë kombëtare, vetëm e vetëm për t'i dhënë lehtësi dhe për t'i dhuruar tokë të Shqipërisë oligarkëve dhe klientëve që kanë interesa ekonomike me kryeministrin. Së fundmi, portet dhe hapësirat bregdetare përbëjnë një pasuri të pazëvendësueshme të brezave aktual, por dhe të brezave të ardhshëm. Dhe absolutisht kur bëhet fjalë për të tilla të mira publike, ne duhet të shikojmë çdo mekanizëm që të mbrojmë interesin publik para së gjithash. Ka këndvështrimi i zhvillimit të turizmit, sepse duhet thënë që e gjitha kjo fshihet, ashtu si dhe ligji për investime strategjike, fshihet në të petkun që po bëjmë gjithçka për të zhvilluar turizmin. Dhe dhurimin që do të bëjnë porteve e fshehin si një element për zhvillimin e turizmit. Një qasje e tillë është problematike edhe për vetë industrinë e turizmit. Dhënia e porteve turistike, edhe kur ato vendosen për t'u dhënë në ndonjë rast, por pa garë të hapur, që krijon monopole lokale, kufizon dhe diversitetin e ofertës dhe frenon dhe inovacionin në shërbime kur vjen puna tek turizmi. Sepse, të dashur qytetar, kur mungon konkurenca reale, bie presioni për të rritur cilësinë, për të mbajtur çmime të arsyeshme dhe për të investuar në standarde ndërkombëtare të menaxhimit. Këto ndodhin kur ke konkurrencë reale dhe kur ke frikë se kush mund ta marrë dhe çfarë mund të ndodhi në garën e hapur dhe transparente. Në të kundërtën, sigurisht ndodh ajo që ka ndodhur në Shqipëri edhe pa u dhënë portet, por nëpërmjet investimeve strategjike që hapësira bregdetare kontrollohet në pak duar, nxit një zhvillim të pakontrolluar urbanistik, betonizim, kufizim të aksesit publik në bregdet, tashmë edhe kufizim të aksesit publik në portet turistike, dhe kjo e dëmton imazhin e Shqipërisë si një destinacion i hapur dhe i qëndrueshëm. Turizmi modern kërkon transparencë, konkurrencë, një balancë midis fitimit privat dhe interesit publik, sepse në të kundërt rrezikojmë që portet të shndrohen në enklava ekskluzive në një përfitim të kufizuar të një grupi oligarkësh që nuk i shërbejnë ekonomisë vendase apo krijimit të një marke turistike për Shqipërinë, por i shërbejnë ekonomisë private të atyre që i marrin këto porte, siç i kanë shërbyer ekonomisë private të gjithë ato vilat që janë ndërtuar në zonat e mbrojtura që nuk zhvillojnë fare turizmin, por zhvillojnë të kenë një shtëpi të dytë apo të tretë oligarkët, përveç se në Tiranë edhe në bregdetin shqiptar. Në këtë formë, qeveria me këtë ligj e trajton Shqipërinë si një pronë private, që mund ta ndajë me miqtë e pushtetit, pa pyetur për kushtetutën, për rregullat dhe pa pyetur për interesin publik. Ndaj dhe qytetarët do të protestojnë, si e vetmja mënyrë që kanë për të kundërshtuar këto ligje që nuk i shërbejnë atyre, por i shërbejnë interesit qeverisë, do të jenë shumë nesër në orën 18 kundra uzurpimit të vendit nga një band që po e plaçkit çdo ditë dhe që po pengon drejtësinë vetëm për të mbrojtur veten. Ligjet me porosi e kanë shndruar kuvendin në një rrobaqepsi personale të Edi Ramës për të grabitur Shqipërinë. Kështu që i ftoj dhe njëherë qytetarët të bashkohemi nesër në 28 shkurt ora 18 për të protestuar kundër bandës me imunitet. Shumë faleminderit, nëse nuk keni pyetje, faleminderit.